Lëngu i hithrave, sekreti që shëron çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Hithra është e njohur si urtia dioika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretike që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaji hithra ose uji i hithrave përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrave duke vluar disa gjethe në ujë, duhet i shtoni një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hithrës. Ajo parandalon formimin e gurve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon në rrjedhjen e durë dhe lëngjeve nga veshkat, fshikza dhe duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë infeksionet e traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për të trajtuar artritin. Ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton gjithashtu dhimbjet e muskujve. Lehtëson problemet e ekzemave në organizëm dhe është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Për shkak të vetive të saj antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave të ndryshme nga trupi dhe lehtëson gjithashtu edhe irritime të ndryshme që i shkaktohen në lëkurës. Ajo parandalon dhe lehtëson alergjitë të ndryshme. Lëngu i hithrës mund të lehtësojë problemet alergjike, kjo edhe për shkak të vetive të saj që ajo ofron. Ndaj, përfitimet të mira të hithrës mund të luajë një rol të mirë parandalues në organizmin tuaj. Hithra është një produkt mjaft i mirë kundër luhatjeve që shkaktojnë alergjitë sezonale dhe mund të përmirësojë ndjeshëm imunitetin tuaj. Përdorimet të tilla të kësaj bime sigurisht që do të jenë mbreslënce në përditshmërinë e recetave. Hithra është një tonik shumë i mirë për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur që ndihmon gjithashtu në luftimin e anemisë. Ekspertët thonë se hithra mund të stimulojë shumë përfitime, ajo është e mirë për tretjen. Pini lëngun e hithrës në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët, sëmundjet e traktit të tretës. Ajo ul gjithashtu kolesterolin në gjak. Hithra përmban beta-sistosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq, siguron një zemër të shëndetshme dhe eviton gjithashtu komplikacionet e saj. Hithra do të ruajë edhe strukturën më të mirë të ushqyesve dhe mban larg edhe kolesterolin. Ajo ruan strukturën e qelizave. Është e pasur me flavonoide të njohura siç janë për shembull quercetin, i cili është një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrës ndihmon në parandalimin e problemeve të ADN-s dhe siguron një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë një mburojë e çmuar e organizmit tuaj. Ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Lëngu i hithrës do të ulë gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak dhe do të parandalojë komplikacionet e organizmit. Ndaj përdoreni atë në përditshmërinë e dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Hithra është një bime që praktikisht mund t'i japë përfitime të mëdha për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën tuaj nga bakteriet e dëmshme të cilat shkaktojnë prishjen e dhëmbëve dhe zgjedhin erën e keqe të gojës. Personat të cilët kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana dhe të vegjëlit, duhet të konsultohen me mjekun e tyre përpara se të përdorin lëngun e hithrave si bimë medicinale. Hithra është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime, gjithmonë kur përdoret me kujdes dhe brenda normave të rekomanduara. Hithra, sipas Step 12, është një nga burimet më të mira ushqyese për një sër përfitimesh të shëndetit. Ajo të përvelon në prekjen e parë, por pavarësisht kësaj, mund të sjellë shumë të mira në dobi të shëndetit tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se në vendin tonë hithra është përdorur shpesh si mbushje e byrekut, e gatuar në formën e çajit, në sallata e zjerre të tjera.
por ithrat janë përdorur ndërshekuj edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht atyre të cilat shkaktohen nga poleni dhe nga pluri. Ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Ithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive, dhe rezultatet që do t'i jap do të jenë gjithashtu efektive në një nxitje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Healthline, shtimi i ithrave në përditshmërinë tuaj mund të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve që shkakton Alzheimeri, artriti, astma, bronkiti, gurët në veshka, gjithashtu edhe problemet e sklerozës. Për më tepër, ithra është përdorur për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrën e tepërt nga gjaku dhe nga flokët. Sot në Gjermani, ithra shitet si një bimë medicinale në përgatitjen e shumë recetave dhe ilaçeve të ndryshme kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e ithrës përdoren shumë kundër problemeve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe problemeve të alergjive. Rrënjët e ithrave gjithashtu mund të përdoren edhe kundër hemoroideve dhe ekzemave, gjithashtu edhe cikleve femërore. Nëse e përdorni ithrën me gishtat tuaja ose në zona të tjera të prekura nga këto shqetësime, do të merrni përfitimet e duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga ithra janë shumë më të mëdha, saqë vështirësisht mund të renditen të gjitha në një copë letër. Sipas ekspertëve të Healthline, vlerat kryesore të ithrës mund t'i merrni të gjitha nëse e përdorni atë me kujdes. Sipas Step to Health, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj pas përdorimit të ithrave. Ithra do të stimuloj sistemin tuaj limfatik, do të fuqizoj sistemin tuaj imunitar, do të çliroj gjithashtu nga simptomat që shkakton artriti. Do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietat tuaja ditore dhe do të mbajë larg komplikacionet e organizmit tuaj në tërësi. Ndaj përdorimet të tilla të kësaj bime mund të jenë të mira edhe në luftën kundër alergjive. Ithra ndihmon edhe kundër problemeve të sheqerit të lartë. Ju forcon fetusit të nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit tek gratë lehona. Ndaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrjen, dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve dhe lehtëson komplikacionet e njëpasnjëshme. Kjo bimë është mjaft premtuese për organizmin tuaj dhe si e tillë duhet të përdoret brenda rekomandimeve ditore. Ithra është një bimë shumë e mirë kundër problemeve që shkaktojnë gurët në veshka. Gjithashtu çliron nga simptomat e ndryshme menstruale, shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt të trupit. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve respiratore, zvogëlon gjithashtu inflamacionet, redukton në riskun e problemeve që shkakton prostata, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson gjithashtu nga shqetësimet e diarres dhe mund t'i japë rezultate fantastike në rigjenerimin më të mirë të shëndetit tuaj. Ajo ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit. Duke u përdorur kështu si një shplarës goje, mund të mbrojë dhëmbët tuaj nga komplikacionet e mundshme nga më të ndryshmet dhe t'i jap gjithashtu një mbrojtje më të mirë edhe organizmit tuaj në tërësi. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja ithrën. Mjafton të zjeni ithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se ta bëni këtë veprim, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj për të evituar kështu ndërveprimet ose edhe shkaktimin e elementeve negativ nëse merrni medikamente të caktuara. Ithra është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime kur konsumohet me kujdes. Ndaj edhe në rastin tuaj rezultatet do t'jenë më mbreslëndse nëse e përdorni brenda rekomandimeve.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.